Stereotipi fëmia im nuk ka nevojë për ndihmë nga ekspertë të shëndetit mendor vijon të jetë shumë i fortë në shoqërinë shqiptare, prej frikës nga stigmatizimi. Iris, të cila e mësoi kur djali i saj ishte 18 muajsh, se i vogli vuante nga çrregullimi i spektrit të autizmit, por ju deshën vite ta pranonte. Pastaj u drejtova në spitalin e pediatrisë, te doktoresha Ita Bushati, i thash veprimet që bënte djali dhe ajo më tha autizëm. Në atë kohë autizmi nuk njiheshe. Ishte koha e parë fare që sa kishe filluar. Më tha që ti filloja terapin, po si prit nuk po e besoja. Nuk e pranova fillim. Dhe e lanë dhe në moshën 6 vjeç, pa i bërë asnjë lloj terapie. Mas moshën 6 vjeç pasaj, fillova të interesohesha çfarë ishte autizmi. Psikologja Marcela Lekli thekson se ka shumë prindër që refuzojnë të pranojnë diagnozën e fëmijës së tyre. Problematika më e madhe është shumë prindër nuk e pranojnë që pranojnë diagnostikimin e një fëmije që mund të ketë qoftë me element autizmi, qoftë me pramëndje mendore, qoftë me sindromën Down, normalisht nuk e pranojnë dhe detyrimisht që vazhdojnë në një moshë tepër të vonë hyrjen e një terapie dhe më pastaj vazhdojnë dhe kemi probleme të tjera në komunitet. Por përtek këtyre sëmundjeve sipas eksperteve vihet re një rritje të numrit të personave që kërkojnë ndihmë, si dhe një ulje e moshës së fillimit të problemeve mendore. Ndihmë psikologjike sipas psikiatres Nikolina Bode kërkojnë kategori të ndryshme. Është niveli i ulët social-ekonomik që lidhet kjo edhe me krizat familjare dhe sociale, papunësia, personat e vetmuar, emigracioni e ka thelluar këtë pjesë dhe ka zbehur lidhjet e forta familjare. Për moshën e tretë është kjo me e theksuar. Kategoria e personave që kanë probleme me varësitë, me substancat dhe përdoruesit e teknologjisë që janë moshat e grup mosha e hershme, fëmijët. Statistikat botërore tregojnë se më shumë se 1 në 4 persona vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor, ndërsa rreth 70% e tyre nuk trajtohen.